Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, qojmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sot pra jemi në ditën e 4 të dersit dhe gjithashtu edhe në ditën e 4 të Ramazanit. E ndoshta shumë prej nesh kur hyna në Ramazan e ndim një lloj peshe në gjoks, në kuptimin se kur i shohim disa njerëz, posaçërisht mos më keq kuptoni juve pak më të vjetërve, kur i shohim do të ri që faktikisht lexojnë Kur'an, bojnë adhurime edhe janë më të përkushtuar, edhe sikurse kur i shihni ata edhe e krahasoni veten e juaj, sikurse ju kap një lloj mërzie, pse nuk keni mundësi apo nuk ka mundësi njeri ta bëj atë që mundet me bë dikush që është i dijshëm dhe ka aftësi dhe ka mësu Kur'an, ndoshta disa prej djemve të rinë këtë kohë edhe ndoshta më shumë se hoxhallarët, për arsye se kemi të rinj që mësojnë edhe vazhdimisht avancojnë posaçërisht në mësimin e Kur'anit. E sikurse na duket vetja e vegjël, e ndoshta dikush prej juve sikurse dorëzohet me thonë valla puna jame ka pas, edhe nuk ka dyshim që koha juve ka qenë një kohë e komunizmit kur mundësitë e mësimit e sene nuk kanë qenë si tani, për arsye se edhe unë nuk kam mosh ku me ditë sa, po e mbajnë mend faktikisht kur në gjuhën shqipe e kena pas një libër të Ilmihallit edhe s'kena pas as Kur'anin dhe përkthym, jo diçka tjetër. Kështu që mundësitë atëherë kanë qenë shumë ma të vështira, jo sikurse tani. Po, sidoqoftë, nëse ndiheni kështu, apo në një rast apo tjetër e ndini veten që jemi mrapa, atëherë sot ky dersi ka të bëjë me këtë realitet. Për arsye se imagjinoni vëllezër një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mërzitun edhe i dëshpëruar. Jo për me vetë diçka shumë të thellë në islam, shumë të rëndësishme, apo në kuptimin e gjërave domosht shumë të mëdha, po e ka vetë me bën një dërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derti i tij ka qenë që nuk din kur gjuhë. Edhe ka thënë mëson diçka që muj me majt mend, se nuk po muj edhe me majt mend shumë. Prandaj edhe kjo është realiteti edhe ngjarja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mëson atij, edhe ky njeri që ka ardhur i dëshpëruar, edhe në hadith përmendet edhe i shkret, kthehet qysh e përshum pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me që ka marrë në dorën e tij një hajër shumë të madh. Prandaj nga kjo ngjarje, nga kjo histori e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mësojmë që fillimisht qiltërsinë, domthonë sinqeritetin e njerit, po gjithashtu edhe atë se kajherë nuk është sekreti në shumë sene me ditë njeri. Domthonë nuk është aty esenca. Esenca është që njeri me e mësu edhe ato që e mëson me e praktiku edhe me nështi në përditshmërinë e tij. Kjo është do thotë ajo esenciale edhe ajo është e rëndësishme. Prandaj, pa humbur kohë, unë po kaloj me njëherë në ngjarjen edhe në historinë që përmenden në këtë hadith. Ngjarja është se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç përshkruhet, me gjas ka qenë i vjetër shumë, në moshë thym, edhe ka ardhur i mërzitun, edhe i ka thonë o i dërguar i Zotit, po thotë nuk po muj me mësu pe i Koranit kur gjë, s'po më hin kry, nuk po muj me mësu. Prandaj, më mëso diçka që muj me zavendësu që ata që s'po muj me mësu, Koranin. Atëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kthehet atij. Në disa transmetime thuhet se e ka marrë për dorë, e ka afruar nga vetes, e ka marrë për dorë, e ka afruar afër vetes, edhe i thot thuaj, edhe ja ka mësu 5 fjalë, ose në disa transmetime 4 fjalë. Cilat janë ato? Ka thonë thuaj subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Në disa transmetime ka ardhur edhe wala hawla wala quwata illa billah. Edhe ky plaku, kur ja ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nis me gishta mi nxje. Mi mësu, që aty për që aty mi mësu. Subhanallah, çka do më thonë?
qoft i pastër Allahu nga çdo emet. Tash na po i përkthim. Për arsye se ai plaku e ka ditë arabisht e ka kuptu. Subhanallah, domthon qoft i pastër, i lartësum Zotin nga tmetat, nga çdo emet që mund njerëzit me i shpif atij. E para, elhamdulillah, e dim të gjithë, lavdërimi, falënderimi takon Allahut. E dyta, e treta, la ilaha illa Allah, pra nuk ka zot tjetër që meriton mi bë ibadet përveç Allahut. E treta, dhe e katërta, Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Edhe në disa transmetime, wala hawla wala quwata illa billah, që përkthimi është që nuk ka ndryshim e as fuqi vetëm se me Zotin. Domethënë çdo gjë që ka ndodhur në dynjë ndodh me fuqinë edhe me ata që e ka caktuar Zoti i Madhreshëm. Prandaj ky burri i ka marrë subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. I ka mësuar çatu për çatu. Para pejgamberit sa sam edhe o kthy me shku. Edhe kur o nis me shku, edhe këtu është ajo mas interesante, edhe që e bën situatën edhe ma të çuditshme, o shku disa hapa, e ka kthy shpinë, o shku disa hapa, edhe i ka rënë nërmend diçka. Edhe o kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu kur e ka pas që po kthehet i shkreti, domthon apet me dert, ka nis me buzëqesh, mi kesh në fytyrë, edhe ka thonë, oj dërgumi i Zotit, ka thonë, këto që mi mësove, jënë për Zotin, që do më thonë, pe lavdrej Allahun, po thonë, subhanallah, pe falenderaj, po dëshmoj që s'ka Zot tjetër përveç ti, edhe po dëshmoj që çdo gjë që ndodh me caktimin e ti, ajo është më i lartë, të thojmë për Zot, madhërim Zotit, e çka ka për mu, çka me lutën e Zotin, do më këto jënë për Zotin, e për mu, çka me lutën e Zotin. E pejgamberi sa buzëqesh edhe i thot, thuj kështu, thuj Allahumma arhamni, warzuqni, waafini, wahdini. Ja kam mësuar 4 fjalë tjera. Çka është përkthimi i tyre? Allahumma arhamni, o Zot, që rahmet nu, do më mëshiron mu. E para, e dyta, warzuqni, am furnizim, rizkun çama. O Allah çama rizkun. E treta, ka thonë Waafini është përshëndet, o Allah, m'jap shëndet, m'jap do thot shëndet në trupin tam. Edhe e fundit wahdini dhe më udhëzon në mirëqenie edhe në rrugë të drejtë. Domthon këto 4 janë kom për veten e tij. Domthon Allahumma arhamni warzuqni waafini wahdini. Domthon 4 gjëra tjera. Edhe ja kam mësuar këtu. Edhe ky i ka mësu këtu, edhe o kthy, e ka mësu, çka ka me thonë për Zotin, edhe çka ka me thonë për veten e tij, që to ka mujt me mësu, edhe ka nis mu kthy. Me shku, do thot, ka shtëpia vet, do thot punë veta, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh duke ecë, thot amma hadha faqad mala'a yadahu min al-khair. Që nëse përkthejmë shqip, e sa i përket qetina që po shkon, me të vërtet, kë i ka mush durët e ti me shumë të mira. Me një fjalë, me qëto numrime, edhe me qëto që i ka mësu, ka marrë hajrë shumë. Me një fjalë, ka ardhë pa kur gjo, mirë po është të kthy me shumë të mira. Edhe kjo është hadithi, është i sakt, Sheikh Albani e cilëson të sakt, e transmeton Imam Ahmedi edhe shumë koleksionues të haditheve në versione të ndryshme. Pra, po nalem vetëm në 2-3 pika që kanë bajnë me dobit që i nxjerrën nga kjo hadith. E para, po e shohim rregullin e lehtësimit në Islam, vëllezër të nderuar. Njeri din ose mëson ose punon çfarë sa ka mundësi. A e ke pa, edhe Zoti pejgamberi sa na ka thonë falu në kom. Nëse s'munesh falu ulun, nëse s'munesh falu shtrit. Nuk ngarkon, agjerimin e agjeron, je i smur, lirohesh pe agjerimit, je udhëtar, lirohesh pe agjerimit, abdes, nuk po mundesh me marr, s'ka ujë, ose është ftat, merr temum. Domthonë e keni parasysh në çdo rrethon lehtësinë e Islamit. Nuk është domthonë që patjetër duhesh me bë, s'mundesh e ke zaventësimin. Edhe këtu po e shohim qartë, ky njeri
Kurani ka zbrit, edhe njerëz e kanë mësue, po ky si duket ka qenë mosh thyme, mosh plak, s'ka mujt me mësu, edhe na e dim, për shembull, edhe në namaz, patjetër duhesh me mësu Fatihan. Pa Fatiha, që ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka namaz ai që se lexon Fatihan në namaz. Megjithatë, kur njeri nuk din, nuk e ka mësu, nuk ka mujt me mësu, s'pia rrok, i lexon që të fjalë. Subhanallah, edhe në namaz duke qenë. Prandaj kjo ndodh shpesh edhe hoxhallare, për shembull, dikush i ri e ka pranuar Islamin, në Gjerman ose dikush tjetër, edhe tash falet me musliman, ai s'din kur gjë. Çka i thu? I thot domthon çato fjalë që i din. Edhe me çato falet. Edhe mëson pastaj. Dhe kjo është ajo çka e zaventson kur njeri nuk din edhe s'ka mundësi me mësu shumë. Pastaj gjithashtu çka duhet me pas parasysh nga ky hadith, se ndoshta dikush mund të më marr si pretekst me thonë, vallahu unë s'po mësoj. Jo, kjo është do të thotë në rrethan kur s'din edhe s'ki mundësi. Për shembull, nëse ki mundësi me mësu, nuk arsyetohesh, duhesh me mësu posa shesh Fatihan. Po nëse starok, s'ki mundësi, atëherë mjaftohesh me këto fjalë. Edhe gjithashtu një çështje shumë e rëndësishme që duhet me pas parasysh secili prej neve, ka të bëjë me etikën e duas, me adabet, me rregullin e duas, kur don me lut Zotin, bën këto shprehi para se me lut, një herë madhroje ato. E ki një dert, një herë thuj, o Zot, ti je i gjithëmshirshëm, o ti je më i larti, ti je më i madhi. Domthon paraprija lutjes që kimja kërku Zotit me madhrimin e tij. Qysh e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj lut e Zotin për veten tënde. Ç'kjo domthon ajo është etika dhe rregulli edhe e mirësia kur don me lut Zotin e madhërishëm, para se me lut, një herë lavdëroje dhe madhëroje Zotin me lutje dhe me madhrime, me dua të ndryshme, pastaj lut e Zotin për dertin tënd edhe për vështirësitë tua apo çka ballavaçosh në përgjithësi. Përndryshe, dobitë e përgjithshme edhe edukative janë shumëta. E para edhe e rëndësishmja që është ajo puna e sinqeritetit njerit, edhe qiltërsisë. Po e shohim që ky plak ose ky njeri nuk ka pas turp me i thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk di. Edhe ka ardhur me bë dert. Edhe çajo sinqeriteti është shumë më i madh, edhe më i rëndësishëm, edhe lën rol te Zoti i Madhreshëm se sa njeri ku me di çka me bë apo me vepru. Kur e qel zemrën, edhe je i sinqert me Allahun e Madhreshëm, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë të hapën dyert e hajrit. Pastaj edhe kjo që ka të bëjë me pedagogjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më thon kushtimisht që i ka mësuar njerëz, a e ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka marrë, e ka afruar nga vetja, e ka marrë për dorë që me kallëzu afërsinë, me kallëzu që un jam këtu për me ta ngu dertin ton. Edhe qysh kur o kthy prap i ka buzëqesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe o sill mirë, qështu do të me ka mësuesi me nxënësat e tij në përgjithësi. Me kallëzu buzëqeshje edhe me kallëzu mirësi, edhe këtë e mësojmë. Pastaj gjithëpërfshirja e lutjes, a e ke pa pak lutje, po çato të katërtat, do thotë mëshirë, me lyp Zotit mëshirë, me lyp rizq, me lyp shnet në trup, edhe udhëzim në jetën tonë të përditshme, që kjo është do të thotë komplet feja. Nëse këto katërta i kin këtë dynjë, atëherë je në rrugë të hajrit. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kena përmend që në ditën e parë Jawami'ul Kalim, që Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë atij Zotit që me pak fjalë me thon shumë. A pisha 4 fjalë, po krejt jeta muslimanit lidhet me ato 4 gjëra. Edhe kjo ishte pra s'po du me zgjat më shumë. Pra kjo ishte hadithi i sodit, lusim Allahun e Madhëreshëm që ato që i dim edhe që i mësojmë me u mundu mi praktiku në jetën tonë përditshme, Allahu do thotë me na i qelë zemrat, me na fuqizu sinqeritetin dhe qeltërsinë tonë, e Allahu me na bën nga ta cilë vërtet ja u pranën veprat që ndoshta nuk mund me bë shumë, po te Zoti i Madhëreshëm kur e bën me zemër sinqert, Allahu i pranon edhe i ngrit edhe i shumëfishon ato vepra. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.